E kuptoj. Ndërkohë dhe Ilir Meta është në burg, ka qenë një bashkëudhëtar juaj politik. Keni një koment për të? Po e thash sot. Që? Do të takoni? Do të shkoni? Jo, thash jo. Më pyeti gazetarja, a jeni i gatshëm të takoni? Ktheva përgjigje që s'kam bërë kërkesë për të takuar. Nuk e di pse kanë këtë lloj ndjeshmërie, mendoj se pyetjet me një lloj karakteri të vënë në pozitë të vështirë njerëzore, mbase krijojnë një lloj interes, por tek mua krijojnë ndjenjën e një bezdie. Vërtet marr pjesë në zgjedhje, vërtet po kërkoj votat e njerëzve. Unë jam dhe njeri, kam shok majtës edhe djathtas, kam njerëz të cilët më bëjnë të vetëdijshëm se për te i politikës, dita e zgjedhjeve është një ditë, pastaj 4 vjet tjera, ti duhet merresh me njerëzit. Po ju tregoj një histori, meqense kështu vajti kjo si fillim. Prisja njerëz tek njësia 5 dhe këta të njësisë të zonës vjetër, në fakt më vinin takonin në Tiranë dhe prisnin në fund të sallës. Ishte një sallë goxha e madhe. Dhe diku nga ora 11 e natës më vinë 2 djemë të cilët dukeshin që ishin vëllezër, ulen, filloj të bisedoj me ta dhe më thonë mbiemrin, po nga mbiemri njifjat, fisin. Dhe i them kush fëmijët e kujt jeni? Babai i tyre ishte kundërshtari im ndër më të ashprit. Ç'të them? Jo ndër më të ashprit, ishte familje e përndjekur dhe tek e fundit takonte ti ishte djathtas. E qartë. Dhe i thashë, di babai që keni ardhur këtu? Më thanë, po e di. Po çfarë ju tha babai? Na tha që ti do të bësh të pyetje dhe na tha shkoni takoni Pandeliun në Tiranë se ne vetëm atë kemi atje. Domethënë, e kuptoni, ai ishte kundërshtari im atje dhe po më besonte kalamajt e tij. E qartë, po pas është kaq njerëzore, zoti Majko, ju e dini që politika mirë mund të ketë edhe profile të tillë, por nuk është dhe kaq njerëzore se njerëzve ju hyet në ju e dini luftën politike të ashpër që dhe vetë politika, vetë aktorët politik me njëri tjetrin. Ja, këtë desha tosha. Mendojnë që marrëdhënia politike është ajo që shikojnë në parlament. Nuk është marrëdhënia ajo që marrëdhënia politike, ajo është një histori, ta them 50% disa njerëz thonë është teatr, teatr politik. Hajde zihemi pak para kamerave dhe te kafja. Ngjitur është kafja dhe aty është një histori tjetër që zhvillohet. Do të thotë, besoj këtë njerëzit e kanë kuptuar, por në fund fare të gjithë ne marrim pjesë si socialist dhe demokrat dhe më besoni, s'më besoni, unë kur kam parë mos kandidimet të disa kandidatëve nga ana e Partisë Demokratike, megjithëse s'kam pasur asnjë lloj komunikimi me ta, kam vajti kam shprehur keqardhjen. Kanë qenë të paktën një grua dhe një burr, kanë qenë vërtet të veçantë, sidomos ajo gruaja ishte terrible. Unë beja sikurse dëgjoja, po dëgjoja me shumë vëmendje. Dhe ja thash. E qartë. Dakor që ju do të fitoni, ju thatë pas datës 11 maj, nuk dihet se çfarë histori është. Nëse do të jetë një histori që ju nuk zgjidheni, si do të jetë perspektiva juaj? Ja, do vi analist u terrorizmi. Analist patjetër, po pastaj ku ai lirë se analist një orë do jeni. Apo se keni menduar? E mendoni vetëm politik vetëm? As e kam menduar në kuptimin që do mbyllet një kapitull, uroj, domethënë, pozicioni im më i vështirë në këto zgjedhje do të ishte që unë të fitoja dhe PS-ja të humbiste. Të jem i sinqert. Dhe pastaj Rama të jepte dorëheqjen, e të vinte në një kështu nga këta post-Rama, domethënë, edhe të duroja dhe e lem të fare këtë moment. Duroja kësë tani. Të duroja në një më të shkurtër se Rama, që thoshte se Rama ka gabuar këtu e atje. Budallë që të zënë atyre.